burri që ka kërkon nga gruaja është respekt. Edhe gruaja që ka kërkon nga burri i saj është dashuri. Se Zoti e ka kriju gruan në mënyrë tjetër nga burri, se nuk janë të sigurta në vetveten e tyre, për atë gratë tona sa marrin kohë derisa të përgatiten veten e tyre që të shkojnë diku. Gjysmë ore, 1 orë, 2 orë, 3 orë, make-up, kuta dion, ndërsa ne si burra për sa minuta përgatitemi? 2 minuta, 3 minuta, neve fort nuk na intereson shumë. Për atë gratë gjithherë e kanë atë insecurity, edhe gjithherë duhen të jenë sigurt që burri e don atë. Për atë burri, edhe në aspektin islam, edhe në aspektin psikologjik, duhet të siguroj gruan e tij se ajo është numër 1 për te. Edhe gjithherë kërkon, do thotë që ajo të përsëritet. Edhe nuk ka asgjë turp, nuk ka asgjë marre, një burr t'i thot gruas tij që unë të dua. Edhe jo vetëm një herë muajt, ose një herë për Bajram, ose një herë për Valentine Day, çfarë thonë këta tash? Ajo do të jetë constant, ajo do të jetë për gjithmonë. Që ajo të jetë e sigurt që me të vërtet ky mendon vetëm për te. Ne si shqiptar, edhe gjeneratat më të vjetra, ato compliments, që t'i jepëm një kompliment gruas tonë, nuk e kemi patur. A është ashtu ajo? Edhe une e kam pas këtë ligjerat edhe përpara, edhe njëri prej shqiptarëve më ndëgjojke. Edhe unë i thash është mirë që gruas t'i blesh do një dhurat nga një herë, t'i shkrush do një mesazh nga një herë, do një lule, edhe ai thot, unë të nesrit thot, si e mbajti ligjeratën, shkova dhe i bleva disa lule, edhe më mëngjes pja jap gruas. Edhe tha pi thom, darling, a din tash, pi thot me fjalë të mira, edhe erë të unë tha, a di çka më tha gruaja? Çfarë darling, tha që 40 vjet tas më ke thirr darling, tash po më thirr darling, tha. S'ti dua as lulet as kur gjë. Tha në vend se tha ti më futen problem tash. E të thash kjo është problemi kurse ke bërti për një kohë gjatë, mirë po kur nuk është vonë. A kupton? Kur nuk është vonë. Gjeneratat e juaja që jeni pak me të vjetër, edhe gratë e kuptojnë vendin e tyre. Edhe gratë nuk presin shumë prej burrave tyre, se din që ne shqiptarët jemi kokfort edhe ashtu e vazhdojmë aty. Po gjeneratat e reja, fëmijët tanë që kanë lindur edhe janë rritur këtu, nuk e kanë të njëjtin mentalitet. Edhe çka kanë problem me self-esteem, që i themi ne. Nuk e di dhe shqip si thot ajo. Do thot me konfidencën e tyre, edhe çka ata shumica prej tyre vuajnë nga low self-esteem. Per atë ne gjithër do të reassure them, me i siguru ato që unë të dua ty edhe vetëm tije. Kjo nuk vlen vetëm për gratë tona. Mbane mend çka ju them. Kjo vlen edhe për vajzat tona. Unë si baba dua të jep shumë kompliment edhe vajzës time, duke u rritur ajo, qofse ajo blen një dres tre, një fustan, unë gjithherë duhet t'i them ti dukesh shumë e bukur, që ajo të ketë konfidencë në vetveten e saj. Se fëmijët tanë kur po rriten, kur nuk po kanë komplimente në shtëpitë e tyre, nga babai, nga nëna, nga familja, atëherë ato çka veprojnë e kërkojnë dikun tjetër. Edhe shumë prej tyre, kur zhvishen, që janë për shembull kur dalin half naked, Zoti na ruaj, edhe nganjëherë thonë, e di çka mendon ti, thash, çka mendojnë? E di që ti mendon që unë jam veshur keq. Tash unë s'tash asgjë. Tash ti vet po e vërteton edhe po thua që unë mendoj ashtu. E thash, pasi ra fjala pra pse bën kët? Tha, unë e bëj kët vetëm të marr një attention, një kompliment prej dikujt. Që tha babai kur s'me ka jap kompliment. Nëna kur. Pra ata që ose nuk e marrin shtëpi,
e kërkojnë nga dikush tjetër. Posaçërisht për vajzat tona, gjithherë jap një kompliment, do thotë që ato të jenë konfidente, pastaj kur të rriten të kenë besim në vetveten e tyre. Por edhe gruaja, siç thash, feja islame nuk ndalon këtu. Feja islame ju tregoj diçka që ndoshta disa e dini, disa nuk e dini. Feja islame e lejon burrin edhe me gënjy kur është pyetje gruaja. E ke pa nganjëherë kur zgjonin mëngjes. Edhe gruaja mashallah flokt ashtu, edhe ti thu mashallah sa mirë dukesh. Ajo s'duket mirë hiç. Po tash ti e gënjen atë që mashallah a din çfarë meleku, çfarë angel këtë mëngjes ashtu. Feja islame e lejon këtë. Ne i quajmë ato white lies. Që me mbajt familjen zbashku, pejgamberi selam ka thënë 3 gjëra lejohet me gënjy. 3 gjëra lejohet me gënjy. Bani me këto prej meje. Në një, nëse vjen armiku, edhe kërkon, ju e dini tek ne shqiptarët kanë ardhur policia, thot ku është filani, ku është shtëpia e filanit. Edhe nëse ti gënjen që ja tregon vërtetën, ja tregon dikun tjetër, ajo lejohet. Nën 2, nëse ti mundohesh mi pajtu 2 veta, to reconcile 2 people, ti ke drejt me gënjy njërin edhe tjetrin, për shembull shko te njëri edhe thu çka mendon ka marrë ju pajtu, ai s'len zez pa thënë për këtë tjetrin, apo? Edhe ti shkon te ky tjetri thu, çka ka livdua ai tjetri, ka fol fjalë të mira për ty, ai veç e ka shajt atë, a din? Këtë rast e lejohet që me i bashku njërin me tjetrin. Edhe lejohet burri, do thot mi jep komplimente edhe nëse si beson ato, mi ja jep gruas që me mbajt familjen zbashku. Tash mos e bëni këtë nesër mëngjes ju me njëherë se gratë e kuptojnë këtë. Lene pas një jave, a din? Edhe e vazhdoni këtë. Pra, burri që ka kërkon vëllezër të nderuar, posaçërisht motra në këtë rast, është që gruaja, kur them burri kërkon respekt, çka do me thonë respekt? Që gruaja me besu në dijen edhe në gjykimin e tij. E ke pa disa gra, çdo send që e bën burri, ato they question it. Po pse bëre kët? Po ti s'ke kry shkollë, ose burri shkon edhe don ta rregullon diçka në shtëpi, apo? I shkreti mundohet diçka ta rregulloj një tap ose diçka, thot ti kët s'po mund ta rregullon. Po sa në tjera? Do me thënë, ajo e nënvlerëson burrin e saj. Edhe kur ajo nënvlerëson burrin, pastaj çka pret ajo burri që të bëjnë ndaj saj. Ose ka raste edhe më ekstrem që unë i kam parë me sytë e mi. Unë i kam parë që kanjëherë kemi qenë duke luajtur ndoshta volleyball. Për shembull me gratë tona ose shqiptarët, edhe shkoja e kryet, qyre ky burri im thot as topin s'mund ta hudh atje, thot ky i shkreti. Para njerëzve. E si e bën ai burrin mundje kaq i vogël. Domethënë, keni kujdes se si folni ndaj njëri tjetrit posaçërisht në publik, para njerëzve tjerë. Ka shumë prej burrave që fatkeqësisht e nënçmojnë gratë e tyre para njerëzve tjerë, po ka edhe gra të cilat e nënçmojnë burrat e tyre para familjes saj ose para njerëzve tjerë, edhe kjo është një prej gjërave më të këqija edhe më të rrezikshme vëllezër të nderuar. Ose e ke pa nganjëherë kur burri është duke vozita, kjo na ndodh gjithë neve, edhe ti je me zonjën pranë aty, edhe you miss the turn. Apo? Tani kur shka kohë me ndëgjue ti, po pse bën e miss, po ti kështu, ajo sikur thonte, se ajo vetëm 2 minuta ka punë. Ajo bën next turn edhe prap të shkon aty. Po jo, nuk mund durohet edhe thot qyre ti s'din as vozitesh, ti s'din as bësh këtë, as bën kështu. Do thot kjo është kur gruaja e nënvlerëson burrin e saj, nuk beson në gjykimin e tij,
nuk beson në dijen e tij, edhe ajo shkon i përzihet burrit saj në punën e tij. Këtu është problemi që e kemi familjet tona. Kur gruaja don më paraqit si burr, edhe burri kur don më paraqit si grua. Si paraqitet burri si grua? Kur është pyetje gatimi. Gratë tona jënë të bërë darken ose atë iftarin ose diçka, edhe ne shkojmë ju përzijem atje në kitchen. Pa i ke qitë kryp mjaft apo si ke qitë. Çka përzijesh ti? Do thot, ajo është puna e saj. Ka disa burra që i përzijen edhe punë shtëpis gruas ti. E kjo është mirë që secili prej neve ta kupton vendin ku e ka. Burri ku e ka vendin e vet, edhe gruaja ku e ka vendin e saj. Ne nuk dojmë që gruaja me qenë si nëna jonë. E ke pan ata që kene nëna gjallë, alhamdulillah inshallah Zoti jep jetë gjatë, nëna tona kanë drejt çka do me na thonë neve. Kanë drejt me na shajt, kanë drejt me na re, kanë drejt me na çka dojnë, sepse na i kemi nëna. Ato na kanë fëmijë. Po gruaja nuk ka drejt me thënë çka do, çka thot nëna. Se nëna na ka lind, na ka rrit, na ka mbajt në barkun e saj. Edhe ne nuk duhet kur m'ja kthy fjalën, çka do që ajo na thot neve. Por gruaja nuk mund ta merr vendin e nënës. Ajo nuk mund sjellet njëjtë si kur nëna. Se e mund ta ndëgjoj nënën tënde që thot ty edhe thot hajde dhone po i them. Ja, ajo ka drejt. Babai, nëna kanë drejt me na thonë neve çka të do. Se kemi prind. Por ne nuk kemi drejt m'ja kthy asgjë. Mbyllë gojen, ndëgjoje edhe kalo. A kanë mira se kanë, it doesn't matter. I kemi prind. Ose mu bo mother-in-law. A ke pa nga njerë, ato burrat bohen sikur me qenë nënat e tyre ndaj grave tyre. Unë çka i kam parë disa mother-in-laws, shqiptar mashallah, adin, shkon nusja edhe e rregullon tavolinën. Këtë e vendos këtu, këtë e vendos këtu. Si të kry nusja, ajo shkon pas nusës edhe kap edhe vendos dikun tjetër. Si pëlqen puna e nusës. Na këtë se ke bërë mire, na këtë se ke bërë kështu. Çka ka lidhe që se ka bërë mirë? Thuj shoqër që po e bën. E ke pa janë disa mother-in-laws, Zoti na rujt mirë, po çka duhet me pas kujdes, se kjo është një problem i madh që e kemi, posaçërisht burrat kur e kanë nënën, njënën anë edhe gruan në anën tjetër. Kjo është për burrin shumë një pozitë e keqe. Ku i t'ja merr anën? A t'ja merr nënës, a t'ja merr gruas, si të zgjedh problemin? Njëra prej këshillave që unë ja jap juve, e kam fjalën për fëmijët tuaj, bane mend, në atë moment që të martohen, le të jetojnë në shtëpinë e tyre. Edhe që unë e kam një djalë vet, apo? Unë e di që shumë për juve ndoshta e keni vetëm një djalë. Mirë, po ata dohet, posaçërisht fillim të martesës, derisa ata t'ja mësojnë rrugën njëri tjetrit, është mirë që t'jetojnë veçmas. Se kur po jetojnë me prind, ata të rritë përlahen, apo? Ata kanë arguments, disagreements, pastaj çka prindrit ndërhyjnë. Se ti e ke djalë, ti nuk mundesh, ose e ke vajzë, apo? Ata nesër harrojnë që e kanë shajt njëri tjetrin, se ata janë tri. Po na si prind a harrojna? Qofse dikush na ofendon djalin nusja, djali harron mas 2 ore. Nas harrojnë si prind, ose e kundërta. Për atë që mos me ardh deri te ajo pozitë, unë e them në fillim, le të jetojnë veç. Që edhe djalit të bëhet i zoti vetvetes, ta kuptoj se si është me pagu bills, si është me kujdes për shtëpinë e tij, me kujdes për familjen e tij, po edhe ajo gruaja ta kupton që tash ajo do të kujdeset për burrin e saj, tash nuk ka më me jetu te nëna te babai ku ta diun, nuk ka tash si përpara ajo në familjen e saj është ngritur në 10 mëngjes ose 12 ditës ose ku ta diun, tash kur martohet disa gjëra ndryshojnë, si te burri, si te gruaja. Për të djemt tan, çka duhet me ndryshu?
është që jetën e tyre para martesore ta ndalojnë me njëherë edhe në atë moment kur të martohen. Çka do me thënë kjo? Qofse ata kanë dalur natën, sa kanë qenë pa martu, deri 10 natës, 12 natës me shoqëri ku ta dion, a mund ta bëjë të njëjtën gjë edhe kur martohet? Po a din çka kanë gjetë ata një secret? Ta fëmijët tanë? Thot, nusja është me babën, me nanën tim, thot, s'ka pse të frigohet ajo, unë rri edhe natën. A kuptëm? Ka disa që posaçërisht që i marrin gratë prej vendeve tona, ato të shkretat s'kan askën kërkun, thot, ti hajde këtu, bëj hizmet babes edhe nanës, unë jetoj atë jetën që kam jetu para se të martohem. No. Ne si prind duhet kemi kujdes. Ja tregoj një rast, është i njohur komunitetin ton shqiptar këtu, një baba e ka marrë nusën prej vendeve tona, s'pe përmendi prej cilit vend, edhe i ka thënë djalit tash, ta ka marrë nusën, kam hy, do thosë se ky ka qenë njeri respektueshëm vendet tona, njerëzit ja kanë jap nusën, jo që e ka njohur djalër, po e ka njohur babana, po, burri mirë, edhe e merr nusën prej atje sjell këtu, edhe ai djali çdo nat jashtë. Ky o djalë ti je martuar tash? No, çdo nat. Një nat te merra çyftën me veti e po e pret djalin. Vjen natë. Si ka ardhur ky e ka djalin ashtu, edhe djalin nuk ka guxoft me tregu që babaja ka bërë këtë. Ka thënë vetë gabimisht e kam bërë këtë. Edhe çka është më e keqja, që pastaj ai e ka kthy vajzën, ka thënë qofse don me ndajt me neve, po unë po të kthej edhe po t'rregoj na fal se djali im nuk ka qenë gati për martesë. Qofse djali juaj i imi nuk është gati për martesë, mos i vendosni presion që ai të martohet vetëm që ta bëj qefin nanës ose babës. Mos e merrni në qafë një vajzë të huaj. Një rast tjetër, ju tregoj, edhe ky është rast i vërtet. Kjo është Shqipëri ka ndodhur, edhe ky babai këtu e ka njoft një njeri shumë të mençur edhe të njohur në Shqipëri atje. Edhe i thot, ma gjen një nuse për djalin. A i thot, a është djali gati të martohet? Ky si bab thot, po, mërë si sa gati. Edhe i thot, shëqo, unë e fjalën time tash, po e futi këtu. Edhe a i shkon, tjetërit thot, shëqo, e kam djalin e shoku tim që është në Australi, është kështu, në rregull. Edhe ai babai i vajzës ja jep vajzën për hir të atij personit që është në Shqipëri me emër të madh, që kur vjen dikush me respekt i beson atij, vjen unë ku martu atë. Atë shift kur ka ardhur ajo vajza këtu, wallahi, në atë ditë kur i ku martu kam thënë ky djalë me zor po martohet. As nuk qeshte, as sikur dikush t'ja vendos ato revolën këtu, me zor ta martoj. Nuk shkon shumë probleme, tash probleme edhe vajza që ka ardhur u kthy mrapa, tha, ky nuk do, tha, ky s'qen ka për martesë. Ai njeriu në Shqipëri i ka ardhur aq keq, tash si ta çka ti thot babais të vajzës, a beso që për një javë ditë ka vdek. Prej mërzisë, do thot që e ka fut fjalën e tij edhe nuk zgjati shumë pat hartë tek që unë njoh. Krejt këta njerëz i njoh, ka ardhur një kohë shumë e vështirë. Mos e merrni në qafë vajzën e dikujt, mos e merrni në qafë djalin e dikujt. Se edhe ajo vajzë është motër e dikujt, është vajzë e dikujt. Edhe ai djalë është djali i dikujt, do thot është vllai i dikujt, e ku ta diu. Pra, shumica prej fëmijëve tanë nuk janë gati për martesë. Mund t'i kenë 20 vjet, mund t'i kenë 30 vjet. Martesa nuk matet me vjet, po matet sa është i pjekur njeriu, a është gati për martesë. E qysh me ditë ajo gati, se cili e nje djalin e vet, se cili e nje vajzën e vet. Mos veproni me thanë që unë kam qef djalit martohet. Thash, po pse ke qef djalit martohet një merë?
Po tha krejt, nipat e mbesat jo të martu, kjo veç djali im ka mbet. Po thash ti, pse s'po pyet njëra është djali gati? A do të martohet? Ata me çdo kush donin me martu, që me thonë tjerë edhe djali filanit po martohet. Nuk është vetëm të bëhet martesa. Sa e martesa, si që keme thënë, nuk është për 1 ditë e 2 ditë. Ajo është për tërë jetën. Pra burri edhe gruaja do t'ja din vlerën njëri tjetrit. Gruaja do t'a di si t'a respektoj burrin e saj. Se burri për dashuri është diçka tjetër. Burri kërkon respekt. Kërkon respekt në vendimet e tij. Kërkon respekt si zoti i shtëpisë që është. Kërkon respekt në punët të cilat i bën. Vendimet të cilat ai merr, gruaja do ta mbështes atë. Mund ta këshilloj, po jo ta ulur poshtë. Me thonë ti nuk din asgjë, ti ke ardhur prej overseas, ti s'ke shkollë, ti ke kështu, ti nuk e din gjuhën, ku ta diun. Këto ndodhin shumë. Po edhe gjëra tjera, burri nuk dohet me marr gruan e tij for granted. E ke marrë prej overseas, edhe unë çka ju them. Posaçërisht ata që e marrin prej vendeve tona, vallahi ata kanë obligim shumë më të madh. Një vajzë me lanë shtëpinë e vet, me ardhur për herë të parë në Australi, a është lehtë ajo? Edhe tërë familja pastaj me i bë padrejtësia asaj, vallahi kur ditën e vet s'kan me patë njerëz. Mos e merr gruan me marrë në qafë, me armë të shërby babes e nanës. Ajo ka ardhur për ty, jo për babë për nanë. Për atë thash çka, le të jetojnë vete. Unë shpesh kur shkojsha në youth center, atje që kena pas përpara, edhe i shisha disa tri, unë si u bëjtë 9:30, 10. Ma ku po shkon? Thash unë kam grua, kam fëmijë. Ata janë vetë. E thash ti pse nuk shkon shtëpi? Tha unë kam gruan, e kam babën edhe nanën aty. Do thot atë shfrytëzon që nuk është vetë ajo. No, le të jeto vetë. Sa ai do të më ditë që në ora 8-9 do të kthehet në shtëpi, se ka gruan vetë, i ka fëmijët vetë. Pra mos u mundoni shumë i bo favors fëmijëve duke i mbajt pranë vete, se kështu nuk pjeken ata. Nuk bëhen të zot të vetvetes, nuk din ta paguajnë një bill, nuk din si të punojnë, nuk din si mbahet shtëpia. Le të jetojnë vetë, pastaj më vonë kur ne plakemi, inshallah që kemi nevojë për ta, atëherë ata e kanë bërë që më kujdes për ne. Po unë sa jam i zoti vetvetes, zonja ime, ata nuk kanë nevojë me jetu me ne. Me armë na vizitu, me shku me vizitu, po këtë nuk është që shna ka na përpara. Gjeneratat tonë dhe me të vjetra, kene jetu me babë, me nanë, ka pas respekt, si nana, si baba, do thot, ne kemi respektu prindët e saj, ajo prind tanë, fëmijët tanë, posaçërisht vajzat, që unë e di, jam interesuar për disa vajza, që kështu, a di që ka qenë fjale e parë? A jeton me prind. Qofse jeton me prind, it's a no. Edhe kjo nuk është në rregull. Se edhe ti ke prind, edhe ty të kanë rritur 2 prind, edhe ti ke vlla, si ke qef nusja vlla kujdeset edhe ti respektoj prind tu, edhe ti duhet ti respektosh prindrit e burrit të. Duke i respektu prind e burrit, ti kënë për respekton. Ti për respekton burrin. Apo? Edhe anasjellës. Pra kjo është një prej segmenteve që deshta ta bisedoj sante, Allah na boft neve edhe gjithë familjeve tonë.